Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit dhe shpirtplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Sot do të flasim rreth temës sekretet e zemrës së qetë. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: zemra është quajtur pra kështu zemër për shkak të ndryshueshmërisë së saj. Shembulli i zemrës është si shembulli i një pende në shkretir e kapur në degën e një peme, të cilën era e rrotullon herë nga njëra anë e herë nga tjetra. Nga ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi mësojmë se zemra e njeriu ndryshon shpejt. Herë forcohet në besim, herë dobësohet, herë qetësohet, herë trazohet, herë anon nga e mira dhe herë ndikohet nga frika, dëshira apo sprovat. Prandaj, njeriu nuk duhet ta lërë zemrën pa kujdes, por ta forcojë vazhdimisht me përmendjen e Allahut, lutje, dije, vepra të mira dhe shoqëri të mirë. Ashtu si era e rrotullon pendën, edhe rrethanat e jetës mund ta lëkundin zemrën. Lidhja me Allahun, krijuesin e zemrës, është ajo që i jep qëndrueshmëri. Një nga begatit më të mëdha që njeriu mund të ketë nuk është pasuria, fama apo pushteti, por është zemra e qetë. Sot shumë njerëz jetojnë mes luksit, por nuk kanë qetësi. Kanë gjithçka përveç paqes së brendshme. Pyetja është, cilat janë sekretet e zemrës së qetë? Kurani i shenjtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejti i tij, paqja qoftë mbi ta, na japin përgjigje shumë të qarta në lidhje me këtë pyetje. Ata na mësojnë se për zemrën e qetë ka disa sekrete, dhe ato janë: sekreti i parë, përkujtimi i Allahut, burimi i parë i qetësisë. Në ajetin 28 të surës Ra'd, Allahu i madhruar thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub." Ata që besojnë dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen, përkujtimin e Allahut. Vërtet, vetëm me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Ky ajet fisnik nuk thot se zemra qetësohet me pasuri apo me pozitë. Ai thot se zemra qetësohet vetëm me përkujtimin e Allahut. Dhikri, pra përkujtimi, nuk është vetëm të thuar subhanallah, alhamdulillah apo la ilaha illallah, por dhikri ka kuptimin të jetosh me Allahun, ta kujtosh atë në gëzim dhe në vështirësi, ta ndjesh praninë e tij në çdo moment. Kur zemra lidhet me Allahun, krijuesin e saj, ajo nuk tronditet nga ndryshimet e kësaj bote. Ajo zemër është e qetë gjithmonë. Sekreti i dytë, besimi i fortë largon frikën. Në ajetin 38 të surës Al-Baqara, Allahu i madhruar thot: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Kush ndjek udhëzimin tim, nuk do të ketë frikë dhe as nuk do të pikëllohet. Shumica e shqetësimeve lindin sepse njeriu mendon se gjithçka është në dorën e njerëzve. Ky është një mendim i gabuar. Besimtari i vërtet e di se çdo gjë është në dorën e Allahut, krijuesit të gjithësisë, dhe se Allahu është më i dituri për gjendjen e njeriu dhe ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Kur kjo bindje hyn në zemër, ajo mbushet me qetësi dhe me siguri.
Sekreti i tretë është mbështetja tek Allahu. Në ajetin 3 të surës At-Talaq, Allahu i madhur thotë: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Kush mbështetet tek Allahu, ai i mjafton për atij. Mbështetja tek Allahu, at-tawakkul, nuk do të thotë të mos punosh e të mos përpiqesh, por do të thotë të bësh detyrën tënde duke lëvizur dhe duke u përpjekur, pastaj rezultatin ta lësh në dorën e Allahut të gjithditurit. Pra, të thuash, çështjen time ja delegoj Allahut fuqiplot. Ai është dhënësi i rrugdaljes dhe i mbarësisë. Sa shumë njerëz humbin qetësinë e zemrës sepse duan të kontrollojnë gjithçka, ndërkohë që nuk kontrollojnë asgjë. Besimtari i vërtet kontrollon vetëm atë që është përgjegjësia e tij. Pjesën tjetër ai ja lë Allahut fuqiplot. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: ai që mbështetet tek Allahu nuk mposhtet kurrë. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: çuditë me atë që friksohet dhe nuk kërkon strehim tek fjala e Allahut, na mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi dhe mbështetësi më i mirë. Kur besimtari përsërit këtë me zemër, frika fillon të largohet dhe zemra qetësohet. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: baza e fuqisë së zemrës është mbështetja tek Allahu. Nëse dëshiron të kesh një zemër të fortë, mbështetu tek Allahu, tek krijuesi i zemrës. Sekreti i katërt i qetësisë të zemrave është kënaqësia me caktimin e Allahut. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: lumturia e birit të Ademit është kënaqësia me atë që Allahu ka caktuar për të. Njeriu gjithmonë ankohet dhe thot: pse unë, pse kjo, pse ai ka më shumë? Duke menduar kështu, ai nuk do të gjej kurrë qetësi. Ndërsa ai njeri që thot: Zoti im e di më mirë, ai jeton me zemër të qetë gjithmonë. Sekreti i pestë është mos pikëllimi. Shumica e pikëllimeve tona burojnë nga lidhja e tepërt me dynjan, me këtë botë. Sa më shumë të lidhemi me Allahun, aq më pak na trondit humbja e kësaj bote. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thonë: mos u pikëllo për atë që të ka humbur nga kjo botë. Prandaj gjithmonë pra të jemi, të qëndrojmë larg pikëllimit, sepse do dëmtojmë veten tonë, askënd tjetër. Sekreti i gjashtë i qetësisë së zemrave është largimi nga mëkatet. Mëkati është një njollë që rëndon zemrën. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mëkati e prish qetësinë e brendshme, ashtu siç e prish ujin e kthjellët një gur i hedhur në të. Pa dyshim që pendimi dhe kërkim falje, istighfari, e pastrojnë zemrën dhe e qetësojnë atë. Të themi gjithmonë astaghfirullah, pra të kërkoj falje o Allah, pendohem tek ti o Allah, të paktën 70 herë në ditë. Kurani i shenjtë na thotë se mëkatet janë mbulesë që e errësojnë zemrën. Në ajetin 14 të surës Al-Mutaffifin, Allahu i madhur thotë: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jo, përkundrazi, zemrat e tyre janë të mbuluara nga ajo që kanë fituar me mëkate. Prandaj të qëndrojmë larg mëkateve. Nëse dëshirojmë të kemi një zemër të qetë dhe një jetë të lumtur. Sekreti i tetë, namazi, është qetësuesi i zemrës. Transmetohet se profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i thoshte Bilalit, myzinit të tij: "O Bilal, na qetëso me namaz." Për profetin namazi nuk ishte barr, ai ishte qetësi për zemrën dhe takim me Allahun. Në sejdë njeriu është më afër Zotit të tij,
Prandaj, sa herë zemra rëndohet, duhet të shtojmë namazin dhe sejdët. Ta marrim pra shembull profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali në namazet tona. Sekreti i nëntë është dashuria për ehli bejtin, paqja qoftë mbi ta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: shembulli i ehli bejtit tim është si anija e Nuhut, kush hipën atë shpëton, dhe kush e kundërshton shkatërohet dhe mytet. Njeriu që ecën në rrugën e ehli bejtit, e cila është rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ai njeri fiton besimin, durimin, moralin dhe qetësinë. Mjafton të shohim Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras. Edhe në momentet më të vështira, zemra e tij ishte mbushur me qetësi, sepse ishte plotësisht e lidhur me Allahun. Të tillë kanë qenë të gjithë imamët e pastër të ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta. Të tillë duhet jemi dhe ne. Nëse e lidhim zemrën tonë me krijuesin e saj, me Allahun fuqiplot, gjithmonë pra do të jemi të qetë, të sigurt në këtë jetë. Sekreti i 10 është falja tjetrit dhe largimi i urrëties nga zemra. Urrëtia dhe zilia janë zjarr që e djegin paqen e brendshme, e shkatrojnë qetësinë e zemrës. Në ajetin 10 të surës Hashr, Kurani na mëson lutjen që të themi: mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë urrëtie ndaj besimtarëve. Sa madhështor pra ky ajet. Por shikojmë fatkeqësisht në këtë ditë, në zemrat e muslimanëve gjendet një urrëtie e paparë për njëri tjetrin. E përse? Kujt i shërben kjo urrëtie? Askujt. Vetëm se ai që mban urrëtie shkatërron veten e tij. Ai që mban urrëtie për të tjerët, ai vetëm se shqetëson të tjerët, i lëndon të tjerët, dhe lëndimi i tjetrit është haram, nuk lejohet në Islam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: mos i ndërprisni marrëdhëniet mes jush, mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit, mos e urrejni njëri tjetrin, mos kini zili ndaj njëri tjetrit, dhe bëhuni robër të Allahut, vëllezër mes jush. Nuk i lejohet një muslimani ta braktisë vëllain e tij më shumë se 3 ditë. Këto janë porositë që Allahu dhe profeti na thotë. Si ta qetësojmë zemrën? Çdo ditë të lexojmë disa ajete nga Kurani, fjala e Allahut, të bëjmë dhikr, të përmendim Allahun, të kërkojmë falje, të bëjmë istighfar, të falim namazin me përqendrim, të lexojmë lutje, veçanërisht pra duan kumel dhe duat në sahifën sejadije dhe në librin Mafatihul Jinan apo lartësimi i shpirtit që gjenden edhe në website-in e shoqatës Flati, të përkthyera në gjuhën shqipe, alhamdulillah. Të largohemi nga mëkatet, t'i duam njerëzit dhe t'i falim ata, dhe të mbështetemi tek Allahu fuqiplot në çdo çështje. Kjo është receta hyjnore për qetësinë e zemrës. Të dashur vëllezër dhe motra, në përfundim themi se zemra e qetë nuk është ajo që nuk përballet me sprova, por është ajo zemër që edhe në mes të sprovave nuk e humb lidhjen me Allahun. Ajo qetësohet me përmendjen e tij, forcohet me durim, pastrohet me falje dhe mbështetet me bindje të plot tek Allahu fuqiplot. Le ta ruajmë zemrën nga urrëtia, zilia, frika dhe dëshpërimi. Le ta ushqejmë me lutje, me mirësi, me falënderim dhe me dashuri për njerëzit. Sepse sa më pranë Allahut të jetë zemra, aq më pak e tronditin fortunat e kësaj jete. Allahu na dhën zemra të pastra, gjuhë që e përmendin atë, shpirtra të kënaqur me caktimin e tij dhe besim që nuk lëkundet në çaste vështirësie. Na bëf për atyre për të cilët thuhet vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Zemra e qetë është një gjendje paqeje shpirtërore, shëndet i mirë për trupin
dhe ilaçi më i fuqishëm përballë sfidave të jetës. Ajo sjell ekuilibër emocional, qetësi mendore dhe harmonizim të jetës së përditshme. Zemra e qetë është jetë për trupin. E lusë Allahun e madhruar që t'i mbush zemrat tona me besim, me përkujtim, me dashuri për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtin e tij, dhe të na bëjë për atyre që e takojnë Allahun me zemër të pastër dhe të qetë. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.